أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله تعالى على سيد المرسلين وخاتم النبيين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين. E falendrojmë dhe madhrojmë si çdo herë Allahun e lartësuar, shumë selavate për pejgamberin tonë të bekuar, për familjen e tij, shokët e tij dhe për gjithë besimtarët e besimtarët, gjallës e të vdekun dhe për ata që kanë marrë pas neve deri në ditën e Kiametit. Në dersën e kaluam folëm pak për kapitullin e sinqeritetit. Edhe i përmendëm 3 hadithet e para që Imam Neveviu na i përmendin në librin e tij Riyadus Salihin. Edhe thamë që qysh në kapitullin e parë vrehet dija thellë që Allahu ja ka dhënë Imam Neveviut. Nga se sikur po na tregon që rruga të devotshmëve, rruga e të mirëve janë nis prej njetit të tyre. Andaj po e nis me njet. Edhe na i përmeni 3 hadithet e para që kanë të një kategori dhe të një rëndësie të veçantë. Edhe jo veç të këto 3 që kemi përmend dersën e kaluar, edhe këto që kemi me përmend sonte, po është mirë që çdo hadith që e përmendim me provu me gjetë veten tonë mbrana atij hadithi. Kur të nim hadithin me provu në praktikën tonë me realizu që ato që po nina për pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Nga se krej këto hadithe që Imam Neveviu na i përmend në librin e tij, që janë mbi 1800 hadithe, krejt janë të sakta. Pa asnjë dyshim i ka përmend pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Ka ndalë prej gojës së tij alaihi salatu wasalam. Andaj kur ti nim këto hadithe, është mirë që mos me i lan vetëm si tregime ose vetëm si fjalë, po me mundu me gjetë veten tonë dhe me gjetë diçka për shpirtin tonë me këtyre hadithe. Sigurisht dje e përmendi një hoxh në bisedë me ta për një plak, një xhamatli ti që kish vdek para lufte, para shumë vjetëve. Edhe thotë bisedë me ta, ai më shtym tha me minxivik në xhami. Edhe po i them, o haxhi, tha, falun shpesë se ta ka lecu Allahu, se zhege, provo veç na akshëm, provo veç na ikindi, gjeje pa kohën, gjeje pa rendin. Tha ma bani o hoxh, e di tha që e ki për të mirën tem, po një hadith nuk po m'len rahat. Sa herë tha po e bëj menën mu falë në shpi, një hadith tha s'po ma len trupin rahat. Cile është ai hadith haxhi? Tha, kumni që ka shku një i verbër tek pejgamberi a.s. Edhe i ka thonë, ja Rasulullah, unë jem i verbër, a bën më u falë në shpi. Pejgamberi a.s. i ka thonë, a dëgjën e zanin, a i ka thonë po. Atëherë përgjigjë. Tha që ky hadith, sa herë po e bëj menën me u falë në shpi, trupin s'u ma len rahat, o hoxh. Edhe tek e fundit tha ma bani, jem të mundu trupin që Allahu ma ka dhënë. Si jem të mundu kërkën tjetër, pos që trup që e kom hedije prej Zotit. Andaj edhe hadithet që na kena me i përmend, është mirë me gjetë diçka mrena vetës tonë që na shërben hadithi, edhe mënyrë që mu bë pe të devotshme. Kemi mbet tek hadithi i 4, e që hadithin e transmeton Ebi Abdillah Jabir ibn Abdillah el-Ansari. Thotë se në një udhëtim, në një luftë prej luftave, pejgamberi sallallahu alaihi wasallam po thotë: Inna bil Medinati la rijalan ma sirtum masiran wa la qata'tum wadiyan illa kanu ma'akum. Thotë, do burra i kemi lanë Medine, s'kan mujt marrë me neve në luftë. Amo pasha Allahun, ka po shkojnë ana, po i shoh që janë me neve. Do burra, kur jemi pas nis për luftë, kanë met në Medine. Ma qata'tum wadiyan, sa herë jam syni naj lugine, ose naj kodre, ata janë bashkë me neve. Ose në transmetim tjetër, sikur se thotë pejgamberi alayhis, illa sharakukum fil ajri, janë të ja u marrë sevapet baraz me juve. Për ka ana shpërblimit janë të barabart me juve. Pse kjo, thot pejgamberi alayhis, habasuhumul marad. Kam pa qef me ardh, po i ka pengu smundja. Këta që imami po na përmend hadithën e pejgamberit alayhis, na tregon ato që kemi thënë dersën e kaluar. Njeti është shumë më i madh se sa vepra. Njeti besimtarit
është shumë i madh se sa vepra. Namazi si namaz, një 2 recatsh, nuk ka vlerë të Zotit dhe 2000 me kanë. Ama njëtë është ai që e bën ato të veçantë. Sadaka që njeriu jep. A ka thënë pejgamberi alayhis salam, ruajini zjarrit të xhenemit qoftë edhe me një gjys hurme. Pash Allahun, a moni me paramendu gjys hurme me peshun kanar në ditën e kiametit. Gjys hurme tek Zoti, që në këtë moment është tu i furnizu krejt krijesat e tij që janë mbi tokë. Është tu merr me krejt shpirta që janë nën tokë, e mbi qiell. Në këtë moment e mban qiellin që mos më ra. Ama Allahu tha me çat gjys hurme e pshton njeriu në ditën e kiametit. Pse kjo? Se e bën njeti i sinqert që ka për Zotin. Për moralizu kjo janë 2 kushte që njeriu mos shpërbly edhe hiç pa punë. Kushti i parë është njetin pra me e pat fisebilillah, vetëm për hir të Zotit, sikur se kemi përmend dersën e kaluam, edhe kushti i dytë është me pat arsye për mos punën e veprës. Që ta pejgamberi sa në hadith tha atje, ata kanë pa qeh me ardh, po i ka pengu smundja. E jo mos me pat arsye e me pat njet, se kjo nuk vlen tani. Mirë po, duhet me pat një arsye të pranume që një vepra mos shpërbly edhe hiç pa u bë. Thot Allah i lartësuar për këta njerëz që kanë mbetë në Medinë, që kanë pa qeh me dalë me pejgamberin alayhis salam, por nuk pas kanë pat mundësi. Thot Allahum wala 'ala alladhina idha ma atawka litahmilahum qulta la ajidu ma ahmilukum alayhi tawallaw wa a'yunuhum tafidu min ad-dam'i. Thot nuk ka gjëna për ata njerëz që ju në ardhë të këti për luftë, edhe kanë thonë na jep një kafsh për rrugë, ti i ke thonë nuk kam, e prej syve tymve kanë dalë lëtë. Që kjo që kanë pat njëtin fisebilillah. Këta kanë qajtë pse se kanë pat një kali ose një deve me danë luftë me pejgamberin sallallahu alaihi wasallam. E kjo nuk vlen për ata njerëz që i kanë pat këtë mundësi edhe nuk i kanë shfrytzu. Runa zot të tillët janë munafikat. Thot Allahu për ta, "Walau aradu al-khuruj la'addu lahu 'uddatan." Nëse ata kishin me dash për një me dalë në luftë me ty o Muhammed, kishin me provu edhe një herë, kishin me i marrë sebepet. Walakin kariha Allahum bi'athahum. Mirë po Allahu ja u ka urrejt edhe luftën e tyre. Fathabbatahum wa qila q'udu ma'al qa'idin. Ja u ka rëndu trupin edhe i ka thonë rrini, ulno e mos u qofshi asnjëherë. Rrini e mos patshi mundësi asnjëherë me dalë në rrugë të Zotit. Pse? Se këta njetën nuk e kanë pat fisebilillah. Mundësi kanë pat, mirë po nuk e kanë shfrytzu, andaj edhe nuk pranohet arsyetimi i tyre. Hadithi 5, pra që besimtari na tregon se shpërblehet edhe kur nuk mundet me punu, mirë po shpërblehet edhe kur punon, e puna ka njëherë nuk i shkon qysh dohet. Besimtari ka një jetën e ka fisebilillah, punon, por puna nuk i arrin ka njëherë bashkë qysh ai e ka mendu. A ndodh edhe kjo ndodh. Besimtari ka njëherë e bën jetën fisebilillah, mundohet me bën një punë të mirë. Mirë po puna pa dashje i merr kahje tjetër. Jashtë në asaj që ky e ka mendu, po pejgamberi alayhis salam na tregon se njëri edhe për këta shpërblehet. Thotë hadithin e transmeton Ibn Yazidi, thotë baba im Yazidi i ka pa 2 dinar. Edhe e ka vendosur me shku me i dhon sadak, edhe u shku i ka lanë në xhami tek një njeri. Edhe i ka thonë kur vjen një nevojtar në xhami, i jepja. Thotë masi i ka lanë baba im ato në xhami, thotë ka rastisë i pare që u hin në xhami më kanë unë. Edhe shkon edhe ky nevojtar. Edhe i thot ai, a ki nevojë për dinar? Ky i thot po çushë, edhe ja jep mani djalit e Jezidit. Kur e nin Jezidi djali baba i vet, thot pasha Allahun nuk i drejti mi marr ato. Se unë i kom dhënë për sadak, e si ja kom dhënë djalit tem. Thot duke bë bisedë me ta, thot jemi shku tek pejgamberi sallallahu alaihi wasallam për me na gjykum. Atëherë ai thot ja ka bë Jezidit. Jotja është ajo që ke vendos o Jezid. Leke ma nawait. Ty njetit ka shku në vend. Ti punën e ke ba, ani pse puna nuk ka shku që shë ke menu. Ti a ke ba punën për Allah. Njeti është i plot. Dërsa ty o man
për hajër koftë ajo që ke marrë. Shumë e thjesht në sytë e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Për këtij hadithi të nderuar vëllezër, e shohim sinqeritetin e madh të aty në burrave. Subhanallahu, do më thonë, familja ti ka pas nevojë, mirë po kë nuk ka mujt me nejt pa dhënë sadak. Bile transmeton janë për sahabëve, thot kur pejgamberi alayhis salam na urdhëronte për sadaka, dilnim edhe punonim hamall. Dilnim me punonim me bajt mall. Punonim në për tregje e paret e fituara i jepnim sadak. Pse se pejgamberi alayhis salam na ka urdhëruar për një gjë të tillë. Sinqeriteti i madh i ka bë ata që pa kanë punu, ama kjo i ka ngrit ata në grada të larta. Pra pejgamberi alayhis salam po i mëson se njëti e dërgon besimtarin atje ku vepra ati nuk mundet me e dërgu. Andaj, pejgamberi alayhis salam i ka eduku në këtë frymë sahabë. Sigurisht është edhe hadithi 6 që transmeton Ebi Ishaq Saad ibn Waqqas. Ky thot në çlirimin e Mekës, thot ju më kanë i smur. Edhe thot mendova që po vdes. Kur erdhi pejgamberi alayhis salam me më vizitu, i thash ja Rasulullah, unë jam një njeri që ka mall shumë, ka pasuri shumë. Edhe mas meje thot nuk kam tjetër veç se një vajzë. A më lejon që 2/3 e pasunisë me i dhanë sadak. Me i lanë si emanet që nëse vdes, 2/3 e pasunisë me i dhanë në rrugë të Zotit. Pejgamberi alayhis salam i thot, jo. Nuk i drejt 2/3 e pasurisë me i dhanë sadak. Thot atëherë am lën gjysën. Thot jo, as gjysën jo. Thot atëherë am lën 1/3 e pasurisë me lanë në rrugë të Zotit. Pejgamberi alayhis salam thot e thuluth wa thuluthu kathir. Thot 1/3 bën edhe pse apet edhe 1/3 është shumë. Thot o Saad, me lanë një pasardhës pas teje, të pasur, është më mirë për ty se sa me dhanë këtë pasunin sadaka. Logjika është qatë trashëgimi që ke vendosur me lanë të evladëve tu. Mos e privo evladin për saj me njetën e sadakës, se nëse e ke lanë me njetë që me lanë pasi e një evlad të pasur, që nuk ka nevojë me ashtret dorën kërkujt, që ajo është sadak shumë më mirë se sa kjo që ti po mendon. Pse kjo? Nga se pejgamberi sa më shumë mirë përmbyll hadithin e tij duke thënë, edhe për kafshatën e ushqimit me të cilën e ushqen gruan tënde, edhe për të ki sadak. Kush e bën këta? Njeti. Andaj gabimi jon fatkeqësisht është që punët e tona të zakonshme nuk ja shoqërojnë njetin e shpërblimit. Njeti është ai që e bën dallimin mes adetit edhe ibadetit. Për shembull, nëse një njeri e ka adet me u pastru çdo ditë, a është ndaluar? Jo. A shpërblehet për të? Jo. Se është mubah, e lejuar. Ama nëse çat pastrim e bën me niyet që këtij më ardh era mirë, e me rujt pastërtinë e trupit, e me marr abdes e me fal namaz me të, i shkruhet shpërblim. Nëse ushqimin e tij e han me niyet që më forcu trupin, edhe tani me të me i kryer urnat e Zotit, edhe ai shkruhet shpërblim. Kështu që njëti është ai që bën dallimin mes ibadetit edhe mes adetit. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ngjashëm me këtë hadithin e 7, thot pejgamberi alaihi salatu wasalam, inna Allaha la yanzuru ila ajsamikum. Thot wala ila suwarikum walakin yanzuru ila qulubikum. Thot Allahu nuk ja u shikon juve trupat tuaja. As nuk ja u shikon juve fizionominë e juaj, mirë po dini se ai ju shikon zemrat tuaja. Pra Allahu pejgamberi son po thotë shikon anën e brendshme të njeriu. Ana e jashtme duhet me i kontribu që saj me arrit anën e brendshme. Nuk ka synim. Për shembull, qetësia në namaz, lidhja duarve, shikimi në vendin ku njeri bën sejdë. A janë synim apo mjet? Këto janë mjete, nuk janë synime. Pse na i bojnë këto që na me kanë të koncentruar në namaz? Krejt këto na duhet me na çute për jetimin namazit, se nuk janë synime në vete. I lidh duart, e shikon vendin ku kemë vendos kokën, e paramendon xhenetin e xhehenamin, përqendrohesh, je i qetë. Pse kjo me shiju namazin? Nuk ka synim në vete. Andaj, edhe hadith e pejgamberit sa më thotë Allahu ju shikon zemrën, Allahu shikon zemrën jo veç trupave tonë, por shikon edhe zemrën e adhurimit. Nuk e shikon të jashtmen e adhurimit, e shikon zemrën e adhurimit.
Kjo nuk vlen vetëm për njeriu. Andaj thotë njëri prej dietarëve sa mirë është sjellën. Thotë kur ka qenë alkooli, akoma pa qenë alkooli ndalum, thotë Allahu ka thonë mos ju afroni namazit kur jeni të dehur. Pse? Se po e thoni atë që nuk e dini. Ka dalë ai sahabiu ka këndu surën Kafirun duke qenë i dehur. Edhe surja Kafirun, ai koxha i kthjellët me konë, është koxha zën me i dalë në skajt pa gabu. Ai i dehun ka dalë në namaz dhe për ju pri njerëzve me surën Kafirun. Edhe ka pështjell. O ju pa besimtar, unë nuk ka adhuroj atë që ju adhuroni. As ju nuk e adhuroni atë që unë adhuroj. As unë kur nuk do të adhuroj atë që ju adhuroni, as ju kur s'keni për të adhuru atë që unë adhuroj, ju e keni fentuar unë timen. Tash ka dalë ky dhe duke qenë idehën, i ka ndru vendet. Atër ajeti po thot, o ju që keni besu, la taqrabu s-salata wa antum sukara, mos ju afroni namazit duke qenë të dehur, derisa të dini çka po thoni. Thot ky dietari, sa prej njerëzve hynë në namaz të dehur, jo prej alkoolit, hynë të dehur prej dynjas. Nuk e din hiç çka po thot. I pështjellet rekati me rekat. Ky i dehur është, mirë po nuk është i dehur prej pijes, është i dehur prej dynjas. Veç kur e sheh veten që ka dhënë selam dhe çuditet me shpejtësinë që ka kryer namazin. Pse? Se ky u përqendru në anën e jashtme të adhurimit, e nuk u përqendru në zemrën e adhurimit. E pejgamberi sallallahu alaihi wasallam po thot, Allahu ja u shikon zemrat, jo anën e jashtme. Hadithi 8 thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, men qatala li takuna kalimatullahi hiya al-ulya fa huwa fi sabilillah. Sahabët një herë kanë qenë të nderuar vllazën duke bë bisedë kush është shahid. Ai që vdek në rrugën e Zotit, edhe ai që e fiton gradën e shahidit. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam para po i thotë çure, jo çdo kush që ka vdekur në frontin e luftës së shahid. Pse? Se edhe këti do të më shiku zemrën e adhurimit. Do të më shiku anën e brendshme të shahidllakut. Çka është, thot pejgamberi alayhis salam, ai që ka vdek duke luftuar që fjala e Allahut jetë më e larta, fa huwa fi sabilillah. Vetëm ai është shahid, edhe vetëm ai ka vdek në rrugën e Zotit. Pra jo çdo kush që ka kap armën edhe ka dalë në luftë e arrin gradën e shahidllakut. Vetëm ai që njëtën e ka pa të sinqert, vetëm ai arrin gradën e të qenurit shahid. Pra Allahu i shikon njëtet, jo veprat. Për dallim për njerëzve që na i shikojnë anën e jashtme, ndërsa njëtet ja lajm Allahut. Andaj edhe në hadithën e 9 pejgamberi sallallahu alaihi wasallam thot, idha iltaqa al-muslimani bi sayfihima fal-qatilu wal-maqtulu fi an-nar. Thot pejgamberi alayhis salam, kur dy musliman i marrin shpatat e tyre dhe luftojnë me njëri tjetrin, edhe vrasësi, edhe i vrari janë në xhenem. Sahabët të çuditën thonë, ja Rasulullah, vrasësi pe dim pse. Po pse i vrari? Thot pejgamberi sa edhe ky e ka pat një jetë me myt shokun, veç që e ka pat e xhelin. Edhe ky synimin, njëtin e ka pat me myt vllaun e tij. Mirë po vetëm që e ka pat caktim për me vdek. Pra Allahu që njëtin e ka shiku njëtin e të dëve. Këta dët jenë xhenem së bashku. Edhe vrasësi, edhe i vrari. Për dallim atje, kur e pyet ai sahabi që është hadithin Muslim, thot ja Rasulullah, nëse një njeri vjen edhe don me ma marr pasuninë teme, çka të bëj? Pejgamberi ka thonë mos ja jep. Ka thonë nëse më lufton, ka thonë po edhe ti luftoje. Ka thonë nëse më vran, thot ti je shahid. Ka thonë nëse unë e vras, ka thonë ai është në zjarr të xhenemit. Tash a beshe këtu kush pe bën dallimin? Këtu po thotë nëse të vran një shahid, pse? Se ky njëtin e ka pat për me mbrojt pasurinë e vet. Njëtin e ka pat për me mbrojt nderin e vet. Kështu që Allahu shpërblen, thot Imam Neveviu, në bazë të njëteve. Njëti jon duhet me kanë për me kanë të devotshëm. Nëse se kemi që të njëjtë, çfarë do punë që e bën, ai është e kotë dhe nuk ka mundësi me na dërgu tek devotshmëria. Hadithi i 10 që pejgamberi sallallahu alaihi wasallam thot, që Imam Neveviu e përmend në këtë kapitull, edhe pse në shikim të parë duket që hiç nuk ka lidhje me temën, po që kemi me tregu kismet edhe ku është lidhja. Thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, namazi njeriu me xhamat
është për 27 herë më i vlefshëm se sa namazi njeriut që e fal në shtëpinë e tij. Kush merr abdes në formën më të mirë, e pastaj shkon në xhami, duke pasur qëllim vetëm faljen e namazit dhe duke mos i interesuar asgjë tjetër, thot pejgamberi alayhis salam, për çdo hap të tij i fshihet nga një mëkat, i shruhet nga një sevap, dhe kur të hyjë në xhami, aq sa rrin në xhami, aq i shkruhet që është në namaz. Thot pejgamberi alayhis salam, secilin prej jush e bekojnë melekët. Por aq kohë sa rrin në xhami, melekët thojnë për të: o Allah fale, o Allah mëshirohe. Derisa e prish abdesin ose fillon të merret me gjëra të kota. Shikoj e lidhjen kur thot pejgamberi alayhis salam, la yuridu illa as-salah. Shkon në xhami, ama ky nuk ka kur farsulimi tjetër veç namaz. Sinqeriteti, çet shkallë nuk e arrin krejt njerëz që shkojnë në xhami. Krejt xhamati nuk e arrin çeta. E arrin vetëm ata që u dal, ama nuk ka kur farsulimi tjetër veç me kry njërin për obligimeve edhe për dispozitave të fesë. La yuridu illa as-salah. Çfarë nderi i jep Allahu atij personi që një jetën e ka të pastër vetëm për Zotin, saqë melekët në qiell po lut kanë për ta. Pse një jetë i mirë edhe një jetë i shëndosh. Ecja për në xhami është njëra prej punëve më madhore që mund e bën njeriu. Madje pejgamberi sa më ka pasur zakon kur ka qenë tek të sëmurit, edhe prej duave që i ka përdorur ose ka thonë edhe në formë rukje, thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, Allahumma shfi abdaka yanka'u laka aduwan aw yamshi laka ila salah. Thot pejgamberi alayhis salam është lut kur e ka vizituar një të sëmurë dhe ka thonë: o Allah, shëroje këtë rob tëndin që të ta luftoj një armik ty ose të ecë për ty për në namaz. Subhanallah, aq që ka kushtuar rëndësi pejgamberi sa ecës për në xhami, saqë tek i sëmuri kur u ka thonë: o Allah, shëroje se ky robi joti ka me luftu për ty, një të keq që ky ka me luftu, një armik tonë ka me luftu, ose ka me ecë për ty në namaz. Që është kjo shpreja për ty? Një jetën e pastër ky ka me pat vetëm për hir tëndën. Hadithin 11 që imami na sjell në këtë kapitull, veç na përforcon ato që tham më herët. Hadithin e transmeton Abdullah ibn Abbas se pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thënë: ai që e vendos me bën një punë të mirë, po nuk e bën, shkaku i rrethana, thot i shkruhet një mirë, i shkruhet sikur se me pas bën. Ndërsa ai që e bën atë punë të mirë, i shumëvërshohet prej 10 deri në 700 fish. Shkaku i rahmetit të Zotit. Wa man hamma bi sayyi'atin falam ya'malha. Ai që jam mësuar me bën një punë të keqe, po e lën. Këtë e lën nuk e ka qëllimin e lën se nuk i mundsohet. Mirë, po e lën për hir të Zotit. Thot i shkruhet një mirë. Edhe kur të bën atë punën e keqe masanej, thot pejgamberi sa i shkruhet veç një e keqe. Rahmeti i madh i Zotit që shpërblen në bazë të njëjtit. Pra, kur njeriu vendos me bën një punë të mirë, mirë po kaderi po ja bën çashtu që s'po jepet mundësia, e pa më në hadithe më herët që i shkruhet sikurse me pas bën. Mirë po kur të bën, i shumëfishohet prej 10 deri në 700 fish. Ndërsa kur jam sy një të keqe, këtë nuk kryen punë kaderi. Të keqen do të më lan për shkak bindjes ndaj Zotit. E mos më jabo sikur ajo 10 na që ka provu me marrushin, e kur smujti me emri tha o Zot, mos na ushqe me haram, por edhe na ushqe vetëm me halal. Se smujti me emri. Një pjesë e njerëzve që shtë arsyetojnë, gjunahet e tyre kur pa mundësi të kryerjes së tyre, thonë elhamdulillah na ka ruajt Allahu. Po kjo nuk vlen, kjo do të më kanë kur e lën për hir të Zotit. Kur e lën për frikës së Zotit, Allahu ta shon me një të mirë. Ndërsa kur e bën atë, thot pejgamberi sa i shkruhet vetëm një e keqe. Për fund, imami kapitullin e përmbyll me një hadith mjaft interesant. Hadithi që e sjell imami në fund të kapitullit të sinqeritetit, ose hadithi 12, është hadithi që janë 3 personat nga Benu Israil që kanë qenë të mbyllur ose të ngujuar në shpellë. Këta kanë qenë në një udhtim, edhe nata i zën, edhe hynë në njërin prej shpellave që e kanë pat afër, edhe ka fillu shiu, nga vërshimi i madh ju ka blloku dalja.
Edhe mas i kanë provu me largu gurin, e shohin që nuk ka kur fal mundësie tjetër, vetëm se me lutë Allahun e lartësuar. Tash këta tre po thojnë, o burra, na duhet me lutë Zotin me ka një vepër të sinqert që kemi ba për hir ti. Edhe këta kanë ditë që nëse s'është e sinqert, s'krym punë të së dhe. Duhet të thot me hallakat na me këshirë mu kujtu një vepër të sinqert që kemi ba për hir të Zotit. Thot pejgamberi alayhis salam, del njëri prej tyre edhe shkon ulet aty te guri edhe fillon me u lut. Edhe thot, o Allah, unë i kam pat dy prind. Thot kanë qenë të shtyrë në mosh. Çdo herë, thot masi që i kom mjel delet e mia, askush nuk e ka pi qumshën e tyne për para prindve të mi. As gruaja, e as rob, e as fëmia. Thot një natë kur ju më shku e kum pas që i ka zonë gjumë se ju më vanu. Thot edhe pe rahmetit e pe dëmshuris i kum nejt me enë të koka tyne. Edhe kum thonë vallahin as ka me pi gruaja pe qumshit, e as fëmia, e as rob, deri sa t'i del gjumë prindve të mi, ata me pi të partë. O Allah, nëse këta kum ba sinqerisht për hatër tanin, na hap rrugën edhe dalim. Thot pejgamberi alayhis salam, lëvizi pa guri, për jo mjaftueshëm për me dalë. Qohet kë, pastaj në venin e tij shkon i dyti. Kë fillon edhe të më kujtu çka ka bë për hatër të Zotit. Edhe thot, o Allah, e kum pas një të afërme. Thot, për mu ka qenë personi ma i dashur në fytyrën e tokës. Derisa thot, kur një herë i erdh puna asaj ngusht, edhe erë me kërku prej meje pasuni, ja kushzova që pasunin ta jap, me kush që me ka në jamja për një natë. Thot, kur erë thot e kun, edhe ju afrova ma bane, friksojo Allahu që po të sheh ty edhe mu. Edhe thot, ja kom dhanë pasunin, edhe i kom thonë largo, ani pse ka qenë personi ma i dashur në fytyrën e tokës për mu. O Allah, nëse këtë punë e kom ba sinqerisht për hatër tanin, na hap rrugën dalim. Pejgamberi sa më prap thot, guri lëvizi pak, por jo mjaftueshëm sa për me dalë. Personi tretë thot, o Allah, unë thot kam pat punëtor, edhe çdo herë ja kum dhënë pagesën me kohë. Derisa njëri prej tyre thot, një pagë nuk ka ardhur me marr. Edhe kum investu në pagën e tij në dele. Edhe ato kanë fillu me u shumu, derisa u bën një kopej e madhe. Thot ma sa vite kur i ka kalu rruga aty ka puna ati, është ndale i thot ati, ju marrë me marrë rrugën, pagën që ju mbet thot të ti. Atëherë, thot i kom thonë, qërë kjo kopej me dele, krejt është e jotja. Thot e ka marrë edhe as një prej tyne se ka nalë. Krejt e mërë. O Allah, nëse këta kom ba sinqerisht për hatër tanin, na qel rrugën të kalojmë. Thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, thot atëherë largohet shkëmbi edhe i hapët rruga. Për asaj që marrëm mësim për këtij hadithit, është njeriu duhet me punu sinqerisht për hatër të Zotit. Tani tjetra, njeriu duhet me shoqëru veten me ata njerëz që për një me punojnë edhe ata sinqerisht për hir të tij. Para mendoni nëse njëri prej këtyre treve nuk e kish pat një punë të sinqert për hatër të Zotit. Ishin me tret aty. Mirë po njeriu duhet me rrethu veten me njerëz të sinqert edhe në raport me Zotin, edhe në raport me njëri tjetrin. Për asaj që është një temë diskutimi edhe te ky hadith, është sa lejohet edhe tevessuli, ndërmjetësimi tek Allahu, sikur se kanë bërë këta tre njerëz që pejgamberi alayhis salam na i përmend, e që dietarët e përmbledhin këta me disa fjalë. Thonë tevessuli ose ndërmjetësimi tek Allahu, me ndonjë vepër ose me ndonjë formë, lejohet në 3 pika. Thotë lejohet ndërmjetësimi tek Allahu me emrat e Allahut. Andaj Allahu thot në Kur'an, "Walillahi al-asma'ul husna fad'uhu biha." Allahut i takojnë emrat më të mirë, luteni Allahun me to. Kështu që njeriu ka drejt kur të lutet tek Zoti, me ndërmjetësu me në emër të Zotit që i përshtatet gjendjes së tij. Lejohet ndërmjetësimi tek Allahu me ndonjë punë të mirë që e ke bërë sinqerisht për hatër të Zotit. Sigur këta tre. Ose sigur se thot Allahu në Kur'an,
alladhina yaquluna rabbana innana amanna faghfir lana. Dhe ata janë që thanë ose u lutën, o Allah, ne kemi besu, andaj na fal. Pra kanë bën ndërmjetësim tek Allahu me besim. O Allah, në besimin e kemi pas sinqerisht, andaj falna. Edhe ky tevesul është i lejuar. Tevesuli i tretë ose ndërmjetësimi i tretë është ndërmjetësimi me ndonjë rob të mirë, ama me kusht me kanë i gjallë. Që ti shkon te kaj edhe i thu, lutë Allahun për mua. Kjo ka qenë traditë e sahabëve dhe ka qenë traditë e gjeneratave të para, që i kanë thënë njëri tjetrit, kërkoj falje Allahut për mua, se kanë porositur njëri tjetrin për dua. Madje edhe vetë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam kur e përcjell Omerin për umre. Omeri më ka përcjell deri në periferitë e Medinës. Edhe masi u nisa për umre, ma ka bë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, mos na harro në duat tua. Vetë pejgamberi alaihi salam i thot Omerit, lut edhe për mua. Ose sikur se pejgamberi alaihi salam i thot Omerit edhe Aliut, kur të takoni Uwais el-Qarnin, thuni le të bëni istighfar tek Allahu për juve. Pse? Sa ai është njëri që i pranohet lutja. Mirë po kushti është me kanë i gjallë. Çdo tevesul, të ndërmjetësim tjetër, me varreza, me dëvdekur, ose me njerëz që nuk janë prezent, nuk është i lejuar. Pra, për fund të këtij kapitulli, është, çka mujna me thonë krejt, është të shohëm në jetën tonë, a kemi ndaj punë që kemi patë sinqerisht për hir të Zotit. Nëse ndonjëherë edhe neve na bllokohet rruga, edhe s'kem ka dalëm, a kemi edhe na që të mundësin me i qu dur të nartë dhe me thonë o Zot, hatri që saj pune, na qelë rrugën e të kalojnë. Kështu që njeriu duhet me marrë veten shpesh herë në llogari, edhe me kanë kritik ndaj vetes se sa jemi duke punu sinqerisht për hatër të Allahut. Pra i lumtur na qenë ka njëri që është i sinqert me Zotin e tij. Në këtë botë, nga se Allah nuk e lën vet, po hala ma i lumtur është në ditën e Kiametit, sikur se thot pejgamberi alayhis salam, në varr njeriu në momentin e parë kur hin varr, i vjen një njeri në çehre të mirë, edhe me aromë të mirë, e i thot mos u frikso, se unë jam me ty sot. E besimtari thot kush je ti? Thot ana amalukus salih. Unë jam çaj ameli jot, puna jote e mirë, sot nuk lavet. Unë jam puna jote e mirë që e ke pa sinqerisht për hir të Zotit, sot je i sigurt me mua. Me kaq përfundon kapitulli i parë, për të vazhduar inshallah në takimin e ardhshëm me kapitullin e radhës. Subhanakallahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk.